Jemi bashkë kështu në Kosova Today në një tjetër moment për të folur për diçka tjetër, një koment në rrjetin social Facebook u kthye në çështje penale dhe përfundoi me një vendim dënues. Ka qenë gjykata themelore në Drenas që shpalli fajtor personin akuzuar për kanosje ndaj kryetarit të OVL-UÇK-s Hysni Kucati. Ky fundit është në lidhje live, gjë për cilën e falenderoj dhe natyrisht dua ta di fare në fillim, ndonse ka një vendim dënues për të ti Hysni Kucati, a e ke falur atë? Në falë, nuk jem duke dëgjuar fare. Fare se më duke dëgjuar fare. Fare se më dëgjon, atëre kam përshtypjen se duhet ta rimarrim prap lidhjen regjia. Mund të kem komunikim me ju të dini se Kucati po më dëgjon më mirë? Kucati? E folje nuk jem duke dëgjuar fare. Okej, shkëpusim lidhjen regjia dhe marrim prap Kucatin, ndërkohë që natyrisht edhe në këto transmetime live mund ndodhen gjëra të tilla, por mbi të gjitha moti e bën punën e vet. Pra Hysni Kucati e ka marrë seriozisht një kërcënim që ja ka bërë dikush në Facebook, duke i thënë fjalë shumë të rënda që lidhen me marrje të jetës vetë Kucatit dhe natyrisht nuk është rasti i vetëm. Kohëve të fundit ka vendime të tilla të shumta për personat që vendosin të trimrohen në rrjetet sociale. Kucati, apo më dëgjon më mirë? Kucati? Po dëgjoj, po. Faleminderit që je live sot në Kosova Today, ta bëra një pyetje, a e ke fal këtë person? Ti, shpirtnisht, emocionalisht, se gjykata se ka falur? Unë raqë e ku falë familjen e tina dhe djemë të tina e kam falë, se djemë të tina e nëzjela shmirë me mu, sa s'kam besu si të cila shmirë me mu, e këj personi e ka morë denimin e meritur, unë e ja kom nënë drejtësis dhe gjykatës, dhe kam thonë, pasë mu denua e kam thonë, çdo vendim që me drejtësia unë do të pajtoj. Që nuk kom pajtu me drejtësin edhe me gjyshtorin, po familjesine ja kom falë edhe direkt djemë vetina, kanë kërku falje, kanë telefonu, kanë shkruar, edhe në privat, po edhe në Facebook kanë shkruar, që kanë kërku falje dhe ka shumë keq për gjesin e babës që kanë bo. Që në me personi s'ka masë që kurqo, ajo është i denun 4 muaj, kështu që unë nuk kam kushe me to. Mirë në fakt, por çfarë ndodhi? Se unë jam e sigurt që nuk është mesazhi i parë dhe i fundit që ke marrë të tillë, apo mbase ti ishte sosur durimi dhe vendose që fund të adresohesh organeve drejtësisë? Nëse ko mundësi dhe njerë pyetje se shumë durë. Kucati, sa komentit të tilla i ke marrë para personit të fjalë? A ishte çështja që ti të humbi durimi dhe ke thënë po shkoj më në fund dhe po e denoncoj? Çdo njeri ne jemi për gjakut edhe për mishit që thot publi, çdo njeri t'i humbi durimi dhe më humbi durimi duke por fyret e tila që mi veri, kam fyret e tjerët, po këtë të proj, se këmë ka shku disa orë në Facebookin tim, jo vetëm njerë, këtë person, dhe unë në ato momente edhe lejmëro arasin polici dhe policia jënë merë me këtë person, që këmë ka kërësu me mbushkatu mu. Edhe arsyeja, ne kërkum arsyet, se me mbushkatu, qka i kumbun e këtina, këmu shumë një, unë nuk e një këto, kështë nga qyteti e Ravecë, nga Skanderaj, edhe kështu qaj person, për mu ka qeni, po të tomë sinqerisht, mjen keq për familjesina, në shfar gjende ka ra familje tina kura ka kuptu kërësimin që ka bu boba i tyne. Pra, fëmijët e ti mbase dhe janë djerë të trupruar, por qështë e ka arsyetuaj për para teje këtë? Jo, a vetëm ka pranu fajsi dhe thot jem fajtor që kam po kërësimin, kërkoj folje, thot, edhe mu më ka kërku folje, është të vërtet, aje dhe vlovi tina, që a i ditë e në unë ishme vlot vetën në sancën e parë, se sancën nuk ka qenë kur është denu, po në sancën e parë ka qenë me vlot vetë dhe dytë më kanë kërku folje, unë e vlot tia ku mi apë dorën, kam folje me vlotina, dhe ata ndim vetën shumë keq, ndim vetën shumë tyne kanë ndim vetën se gjenë bepasu, me shkrim në fantarit familjes tyne bepasu, edhe djoli tina më thëtë vlovit tina, kë shkrim ka qenë pa nevoj, nesë ka hymë punë, kë shkrim që ka bu baba dhe vlovë, po ja që ta që ka bu dhe ata kanë kërku falje. Mirë, Kucati, vjen mirë që është përmbyllur kjo dhe urej shumë që komentit të tilla dhe postimet të tilla të mos ketë as ndaj josh, as një ish ushtarit UÇK-s, por mbi gjitha as një njeriu. Ju natyrisht jeni në ethe, sikurse gjithë tjerë duke pritur vendimin në shtator. Si e gjykoni gjithë këtë para fushat apo dhe mbase këto ditë për para këtij vendimi?
shumë vjen keq, shumë do po ndëshohem se E lëm një herë tjetër Gucati. Vjen keq edhe mua që s'dëgjohemi mirë, e lëm një herë tjetër mbas se të kemi edhe në studio. Faleminderit shumë që Andej shumë me respekt, jam në rrugë me siguri, rrjet nuk po ndëshoj mirë, po vjen keq. Me respekt. Pa problem Gucati. Urojmë shumë që të kemi lajme të mira deri në shtator. Faleminderit. Futemi me një stikër, kthehemi vetëm pas pak me një lidhje tjetër live.